Zonja e Zotrinj, ju përshëndes, unë jam Arlin Disa, do t'jemi bashkë në lajmet e orës 15 këtu në Report Televizion. Do të shojmë tani titujt kryesor. Fermerë nga mbar vendi protestuan për disa orë para Ministrisë së Bujqësisë duke kundërshtuar skemën kombëtare 2026, duke kërkuar subvencionim të naftës, ndaljen e importit bulmetit, si dhe mbështetjen e prodhimit vendas. Një përfaqësi u takua me ministrin e Bujqësisë Andi Salla dhe atë të financave Petrit Malaj. Pas bisedimeve ata thanë se u ishte premtuar rishikimi i skemës në shtator, por kjo irritoi fermerët e tjerë të cilët kërkuan zgjidhje emergjente. Sulmet ndaj infrastrukturës së transportit nisën përpara përfundimit të ultimatumit amerikan për hapjen e ngushticës së Hormuzit. SBA dhe Izraeli sulmoi një urë dhe goditi ishullin Karg, më të rëndësishmin e Iranit, ku kalon shumica e eksportit të naftës së tij. Donald Trump kërcënoi se nëse Hormuzi nuk hapet, do të shuhet një qytetërim i tërë. Më herët presidenti iranian ishte shprehur se 14 milion njerëz janë të gatshëm të sakrifikojnë jetën e tyre për vendin. Kuvendi nuk do të ngrej komisionet timor për verifikimin e punëve nga ARSH-ja dhe për tenderët në Akshin. Kërkesat e opozitës PS-i rrëzojnë në konferencën e kryetarëve me argumentin se nuk kanë objektiv të qartë dhe bien ndesh me vendime të mëparshme të gjykatës kushtetuese. Kjo u kundërshtua ashpër nga përfaqësuesit e opozitës, të cilët thanë se me këtë vendim po jepet fund parlamentarizmit. Një vajzë e vogël 4 vjeçare u kafshua nga një qen pitbull në Vlorë, teksa ecte në lungomare me gjyshrit për ta shpëtuar ndërhyri një punëtor rruge dhe një djalë i ri kalimtar aty. E vogla u dërgua me urgjencë në spital dhe u nështrua një ndërhyrje kirurgjikale, pasi qeni e kafshoi në kokë dhe në qafë. E përlotur që nuk e mbrojti dot, gjyshja e fëmijës rrëfen momentet e tmerrit kur qeni i sulmoi mbesën. Pastrimi i parave të krimit në sektorin e ndërtimit u kthye në një temë debati në Komisionin për Çështjen e Brendshme, ku u miratua projekt ligji për parandalimin e pastrimit të parave dhe financimin e terrorizmit. Opozita akuzoi se krimi jep para për ndërtimin e kullave, por majoranca i mohoi pretendimet si të pabazuara në analizë. Për kreun e Agjencisë Inteligjencës Financiare Ervin Koçi, rreziku i pastrimit të parave ekziston gjithkund, por nuk mund të kriminalizohet i gjithë sektori. Klasikja e futbollit evropian, Real Madrid Bayern Munich pritet të gëzhdojë mbrëmjen e sotme tifozët për një super spektakël në kuadër të çerek finaleve të Champions League-s. Kompani, trajneri i Bayernit, thotë se Bernabeu është stadiumi më i vështirë në këtë kompeticion, ndërsa po në orën 21 do të jetë edhe çerek finalja mes Sporting Lisbonës dhe Arsenalit. Një histori për vlerën e nderit dhe fjalës së dhënë që trajton një ndër virtytet më të thella të shqiptarëve. Nderi i regjisorit malazez Nikola Vukčević vjen edhe në kinemat shqiptare. Filmi është kandidatura zyrtare Mali të Zi për Oscar në edicionin e 98 dhe ka fituar 20 çmime ndërkombëtare. Shoqata blegtorët prodhues të qumshtit dhe fermer nga mbar vendi protestuan për disa orë para Ministrisë së Bujqësisë duke kundërshtuar skemën kombëtare 2026. Pamjet që po shohim vijnë pikërisht në kjo protestë, ndërsa do të lidhemi tani me gazetaren e Report Televizion Eliza Gjediku që ka ndjekur këtë zhvillim për të kuptuar çfarë ka ndodhur më pas me protestën, pasi ata kanë patur dhe një takim zyrtar në ministri. Eliza, çfarë kërkuan fermerët më konkretisht? Përshëndetje Arlind, prej 4 orësh protestues, fermerë kanë protestuar përpara Ministrisë së Bujqësisë, fermerë nga i gjithë vendi, por edhe blegtor, ata kanë kundërshtuar skemën kombëtare të vitit 2026, pasi kanë pretenduar se të gjitha kërkesat që ata kishin bërë nuk janë marrë në konsiderat në miratimin e kësaj skeme. Ata kanë ngritur kryesisht qetësimin e heqjes së naftës pa taksa nga skema kombëtare e këtij viti, si dhe rishikimin e pikave të tjera të skemës mbështetëse, siç është heqja e financimit për viçat dhe shtimi i financimit për dosat. Pavarësisht se në skemën kombëtare të vitit 2026 ka disa ndërhyrje sa i takon fermave blegtorale, përsëri fermerët thonë se ndryshimi
Rritimi i kushteve të tjera, pra siç është ajo e naftës, u avështirëson punën atyre përballë çmimit të lartë të saj, si dhe sipas tyre duhet të ishte marrë në konsiderat edhe fakti i shtrenjtimit të plerave kimike me rreth 40% brenda një muaji. Sipas fermerëve, miratimi i kësaj skeme në një kohë kur çmimet vetëm rriten, pa e ndryshuar dhe pa e marrë në konsiderat situatën aktuale, do ta vështirësoj prodhimin bujqësor dhe blegtoral në vend. Por se çfarë kanë deklaruar realisht fermerët dhe cilat janë kërkesat e tyre më të drejtë për drejta, ndjekim se çfarë thanë ata ditën e sotme në protestë dhe më pas ndalemi edhe tek takimi. Fik traktorat sepse nuk kemi naftë, kemi marrë karburantet, kemi hyrë boç dhe ato nuk kanë mundësi më, thot, nuk t'japim dot sepse ato e shikojnë që fermeri shqiptar është i falimentu, edhe kur ta bëj prodhimin, ne na met Serbia, neve na ulet kosta nga tregtar të mëdhej, kur na shesin farat, thot jo blejmë ne prodhimin. Sa të fillojmë ta korrim ne edhe ato pak prodhim që ne bëjmë me gjak, me hall, neve na tallen dhe ne kur të bëjmë llogaritë në fund fare ne nuk fitojmë, për ne humbim. Ne si shoqata e blegtorëve kishim pasur një takim gati 2 javë para se të shpallë skema dhe ministri për të na qetësuar se ja kishim bërë ditur që ne do ngrimin protestë, për të na qetësuar tha që unë do marr parasysh kërkesat tona. Jo kërkesat tona që s'u morën parasysh, po u përgjysmuan nga ato që ishin vjet, do me në një kohë krize kaq të madhe me luftra në gjithë botën. Ne sot kemi naftë gati 2300 lekë, kemi plerat kimik gati 40% siç dihet më rritje. Me rritje shpenzimeve të pafundme për sektorin bujqësor dhe blegtoral, duke u rritur me plerat kimike me 30 deri 40%, çmimi i naftës nga 40 deri 50%, nga 40 deri 50%, dhe nën produkteve të tjera si dridhrat që përdoren për blegtorinë shqiptare. Kemi 7 deri 8 herë më pak subvencione se vendet e rajonit. Me këtë duhet të konkurojmë ne. Kosova jep 10 cent për litër qumush që në përkthyer në një kafsh, në një lop i bie në 700 euro. Maqedonia po të njëjtën gjë, 10 euro për litër qumush, e përkthyer në vlerë në 900 euro. Si mundet të konkurojmë me vendet e rajonit kur ne nuk kemi një subvencion të njëjtë me vendet e rajonit? Eliza, gjatë protestës, një përfaqësi e fermerëve u ftua në një takim me ministrin e Bujqësisë dhe atë të Financave. U arrit ndonjë marrëveshje? Në fakt, pak pas i kishte nisur protesta, disa minuta më vonë, u njoftua se Ministria e Bujqësisë kishte thirrur në një takim një përfaqësi të fermerëve për të diskutuar mbi kërkesat e tyre. Kërkesat ishin të shumta, siç kundër edhe i ndoqëm. Më shqetësuese sipas tyre përtej skemës e cila duhet ripar, është edhe fakti i konkurrencës që u vjen nga rajoni, pra për shkak të bulmetit që futet nga vendet fqinje dhe që sipas tyre nuk është i kontrolluar, por nga ana tjetër ju lë stok prodhimin e tyre ose ata e shesin me çmim shumë të ulët që nuk justifikon as koston që ata shpenzojnë për të arritur në prodhim. Janë futur në një takim për rreth 2 orë dhe pasi mbaroi takimi, kur të gjithë fermerët pritën që të kishte një rezultat konkret nëse do të merren në konsiderat kërkesat e tyre, u duk se nuk kishte arritur një dakordsi në ministri me takimin që ata zhvilluan me ministrin e Bujqësisë dhe ministrin e Financave në disa pika kryesore. Pika kryesore e fermerëve ishte që të hiqet akciza plotësisht për naftën, por sipas tyre ministri i Financave ka deklaruar se akciza për naftën nuk mund të hiqet plotësisht, por fermerët mund ta blejnë naftën me 20% akcizë më të ulët, siç blejnë edhe qytetarët pasi ka hyrë në fuqi reduktimi i akcizës. Nga ana tjetër, u janë plotësuar disa kërkesa që kishin të bënin më së shumti me kontrollin e produkteve që vijnë nga importi. Por t'i ndjekim fermerët se çfarë deklaruan menjëherë pasi dolën nga takimi që kishin me 2 ministrat. Kontrollin kufi për produktin që hyn vend i huaj, që vjen nga Hungaria, Serbia, nga çdo lloj vendi që vjen. Kontrollimi bëhet në kufi, si përsa i përket cilësisë, ashtu edhe të parametrave. Po morr edhe premtim nga Ministri i Financave që të ketë mbikëqyrje trep që mos të ketë mundësi mos me lëshu faturat që për rimbursimin e 10%-shit, sipas planit buxhetor. Gjithashtu u tha, përsa i përket subvencioneve,
do rishikohet mundësia nga shtatori për ndryshimin e tyne, për ripremtim. Kjo ishin që është dakordsu. Deri shtator çfarë do bëjmë? Po, ne ram gjithë dakordsim. Ç'është bën dakord sot? Deri shtator, si nuk e dakord ti? Pse nuk është lufta për rajonin? Edhe për shqiptarë. Pse ne serbi na shkel me këmbë, pse? Të gjithë Shqipërisë këtu se na kanë mbështyr deri tani, s'man më. Eliza, po ndërkohë cili do t'jetë hapi i radhës që paralajmërohen fermerët? Në fakt, Arlind, meseleja e gjithë situatës është skema kombëtare e vitit 2026. Fermerët pas një sër takimesh që kanë pasur me Ministrin e Bujqësisë kanë pritur që të kishte një rritje të financimit si në sektorin e blegtorisë, ashtu edhe në sektorin e bujqësisë. Në blegtori ata kanë pritur një financim më të lartë për krerë baktish, ndërsa në bujqësi nuk kanë pritur kursesis që do të hiqej skema e naftës pa taksa. Fermerët gjithashtu kanë kërkuar nga Ministria e Bujqësisë që të ketë masa më të rrepta sa i takon importit, por pasi është bërë një takim rreth 2 orësh, pa një rezultat final, fermerët kanë paralajmëruar se do të vijohet me protestat, sepse ata e kanë të pamundur që të përballojnë kostot e prodhimit me çmimet aktuale, jo vetëm të naftës, por edhe të plerave kimike që ata përdorin në të mbjellat apo edhe në le të themi kultivimin e produkteve të tyre në mënyrë që të dalin në treg. Fermerët paralajmërojnë bllokimin e akseve kryesore të vendit me mjetet e tyre të punës duke i fikur në akset rrugore në mënyrë që të ketë një reagim që t'ju përgjigjet le të themi shqetësimeve të tyre. Ndërsa nga Ministria e Bujqësisë ata kanë marrë një gjysmë premtim le të themi se do të ketë një rishikim të skemës kombëtare në shtator të këtij viti, pasi të jetë mbyll i gjithë bilanci i 6 mujorit të parë të vitit, duke përfshirë si faturat, pra kompensimin prej 10% për faturat që fermerët do të marrin nga grumbulluesit, agropërpunuesit apo agroturizmat, si dhe do të shikohet e gjithë vjueshmëria e aplikimeve që do të bëjnë fermerët për të përfituar nga skemat e tjera kombëtare, sepse duhet të theksojmë që të gjithë fermerët që kanë 5 lop, pra më shumë se 5 lop, marrin një financim prej 12.000 lekësh për krerë. Ndërsa vitin e kaluar ka qenë duhet të kishe minimumi 10 lop që të merrje këtë financim, ndërsa tek të imta që përfshihen delet apo dhit, është parashikuar një financim prej 1.500 lekësh për tufa jo më të vogla se 50 krerë nga 100 që ka qenë. Po ashtu është rifutur rishtazi në skem financimi i dosave, si dhe është dyfishuar mbështetja për bletarin. Pra ka disa ndryshime që sipas fermerëve kanë ardhur vetëm duke hequr skemën e naftës, është bërë mundur shtimi i financimit për zërat e tjerë. Por derisa skema të rishikohet apo të ketë një mbështetje financiare për bujqësinë, fermerët paralajmërojnë se do të mblidhen përsëri në protest, qoftë përpara institucioneve, por edhe në për akset kryesore ku ata ushtrojnë aktivitetin e tyre. Eliza Gjedikut, falenderoj për këtë lidhje. Fermerët e Lushnjës dhe Divjakës ndërkohë po përballen me një vit bujqësor të pazakontë. Çmimet e larta të naftës, plerave kimike dhe farërave kanë rritur ndjeshëm koston e tyre të prodhimit. Shumë toka po mbeten djerë, ndërsa fermerët e vegjël që nuk kanë mekanik bujqësore rrezikojnë falimentin. Këtë fillim prilli, fermerët e fushës së Myzeqes kanë nisur mbjelljen e misrit dhe lulediellit, por sipërfaqet janë më të vogla se vitet e kaluara. Misër 3 dulym, nuk mill dot më tepër. Vjeta molla 7 dulym, s'mora asë gjë, se do të ujë, s'kishte ujë. 16 hektar, unë nuk mill me. 9.000 lekë mora kilën e farës. Mekanika është rritur, 15.000 lekë ka vajtë i dulym frezë. 20.000 lekë ka vajtur plugimi. Po subvencione keni marrë ndihmë nga shteti? Asgjë. Aplikuam vjet për naftën, na dhanë 200.000 lekë, asgjë tjetër. Fermerët e vegjël janë më të goditurit pasi nuk kanë makineri bujqësore dhe detyrohen të marrin me qira, frezën, plugun dhe të tjera duke bërë mbjelljen të shtrenjtë. Kostot janë ngritur për gjithçka, si për naftën, si për mbjelljet, si për plenat. Nafta ka vajtë 2250 lekë që ne nuk e përballojmë dot të lloj ngritje. Shteti s'po na ndihmon asnjë lloj gjëje. Përballojmë ne gjitha shpenzimet. Po kështu çmimet e plerave kimike dhe farërave janë dyfishuar pasi janë produkte importi. Plerat janë rrit 20.000 lekë për kuntal.
pleu. Nafta ka vaj 2250, dhe marrë me çmime të reja, me çmime të vjetra s'kemi leverdi. Pse vin gjitha importi jashtë, bllokohen gjitha. Me grurin, me elbin, me misë vin gjitha rande. Dhe ne detyrimi jemi të bllokuar me shitjen e misrit. Rritja e çmimeve dhe subvencionet e pamjaftueshme po përballë fermerët e fushës më prodhuese në vend me humbje të mëdha. Prodhimi i pritshëm këtë vit do të ketë kosto deri në 30% më të lartë se vitin e kaluar. Konfindustria e kërkon qeverisë të ulë barën fiskale mbi karburantet si dhe taksat vjetore të automjeteve, duke qenë se kriza në lindjen e mesme po përkeqësohet dhe pasojat ekonomike në Shqipëri po rëndohen. Rritja me 30% e çmimit të deri sotëm të karburanteve krijon inflacion me të paktën 6% dhe një rënje të prodhimit të brendshëm bruto me 2.8 deri në 3%, thot Konfindustria, duke vlerësuar këtë një rrezik për kalimin në recesion ekonomik në vazhdim. Ndërhyrja me ulje 20% të vlerës së akcizës vetëm kur çmimi i naftës do të arrijë 220 lekë për litër, është i pamjaftueshëm sipas Konfindustrisë. Në një reagim publik, ai kërkon që Bordi i Transparencës i ngritur përkohësisht për caktimin e çmimeve të karburantit të bëhet i përhershëm dhe të jetë ent rregullator kundër spekulimeve në treg. Rritja e çmimeve po godet veçanërisht shtresat në nevojë, tha kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha, duke kërkuar kompensim për ta dhe ulje të taksave mbi naftën. Nga Selia Blu, ai komentoi edhe protestën e fermerëve përpara Ministrisë së Bujqësisë, të cilëve u hoq nafta pa akcizë, duke thënë se për ta nafta duhet jetë pa asnjë taks. Është e domosdoshme ulja e ngarkesës fiskale për litrin e naftës në nivelin e vendeve përreth, në nivelin që e ka sot Maqedonia dhe Kosova, nivel që është pothuajse 50% më i ulët se sa në Shqipëri. Është e domosdoshme që shtresat në nevojë, bizneset e vogla, të marrin kompensimin e tyre për rritjen e çmimit të naftës, të përballojnë rritjen e çmimeve, të mos falimentojnë. Për fermerët duhet përgjysmimi i ngarkesës fiskale dhe heqja e akcizës. Nafta duhet t'u jepet atyre me çmimin pa taks, pa asnjë lloj takse. Dhe kjo nuk po ndodh. Rritja e çmimet të perimeve që vijnë kryesisht nga importi ka sjellë rënje të menjëhershme të fuqisë blerëse, ndërsa në tregun e fierit përpasoi tashmë vjetre edhe përgjysmimi i numrit të tregtarëve. Çmimet e larta kanë reduktuar ndjeshëm fuqinë blerëse në tregun e fruta perimeve në fier. Nga vëzhgimi i sotëm, shihet se shumë tregtarë kanë mbyllur aktivitetin e tyre. Më parë këtu punonin rreth 75 tregtarë, ndërsa sot ka mbetur vetëm gjysma. Shumë të larta janë. Ja, 5 ellator, 1500 lekë, 1700 lekë kilja. Do madhe 2300, pensionista e mine. Tash të përballueshme janë, pensionista e mine, aq marrin. E vërtet është se nuk u shteti dorë për ne. E di që ka ardhur një kohë, po punojnë këta fatkeqe dhe po han këta barkë drekit. Kështu ka vajtur sot. Por e shikojmë me shpresën e Zotit, ma se bëhet më mirë. Shumë të larta e shikon ti, që presa spinaj po marrin. Mirë domate me 3.000, 3.500 lekë, më të janë gjëra shumë të që. Ne kemi pensionistën e se përballojmë do të fare. Shumë e vështirë është bërë jeta. Qytetarët ankohen se çmimet e frutave dhe perimeve janë të papërballueshme. Kastraveca, domatet, specat e patuxhanët janë dyfishuar krahasuar me periudhën para krizës. Shumë të kripura. 2 kokra moll 1.000 lekë. 2 kokra moll 1.000 lekë. Domate 3.500. Futemi mi që na mbaj fëmia. Ka të shtrene, ka të lira, tash çfarë themi ne? E përballoni dot? Po, edhe ne pensionistët dhe se përballojmë dot.
Blim fare, ato që janë qell, nuk ashtu do. Janë të ndaluara. Edhe dhel për kështu tha, donte të ashtu, po janë pa pjekur tha, për rrushin. Aktualisht në tregun e Fierit 1 kilogram domate varion nga 230 deri në 350 lek, specat nga 280 deri në 350 lek për kilogram, ndërsa kastravecat nga 170 deri në 200 lek për kilogram. Pensionistët janë shtresa më e prekur nga kjo krizë çmimesh, ndërsa tregtarët po largohen duke rritur kështu papunësinë në qytet. Në parlament nuk do të ngrihet komisioni hetimor për verifikimin e punëve nga autoriteti rrugor shqiptar dhe ai për verifikimin e tenderave në Agjencinë Kombëtare të Shoqërisë Informacionit, AKSH-it. Partia Socialiste i ka rrëzuar në konferencën e kryetarëve kërkesat e opozitës me argumentin se nuk kanë objektiv të qartë dhe bie në kundërshtim me vendimet mëparshme të kushtetueses. Kjo u kundërshtua ashpër nga përfaqësuesit e opozitës, ndërsa mbledhja u shoqërua me debatet e ashpra. Nga ana tjetër, opozita kundërshtoi edhe përfshirjen në rendite në seancë plenare të shqyrtimit të draftit për rregulloren e kuvendit, që lidhet me rikonfirmimin e arkitekturës së komisioneve të përhershme parlamentare. Bëhet kërkesa e 5 për ngritje të komisionit hetimor, pas rrëzimit të 3 të parave, që mazhoranca me vot politike pengon opozitën të kryej kontroll parlamentar. Bëhet mocioni i 7 me debat që refuzohet në kundërshtim me rregulloren e kuvendit, një drejt që rregulloria ja nje deputetëve të opozitës për të kërkuar debat mbi një çështje që ka interes për publikun. 6 muaj funksionimi të kësaj legislature, as një mekanizëm kontrolli ndaj ekzekutivit nuk është pranuar nga mazhoranca, kur deputetët nuk lejohen të ushtrojnë përgjegjësitë e tyre kushtetuese. Kush është roli jonë në kuvend? Si mund ta luajmë ne rolin konstruktiv brenda institucionit, pra brenda kuvendit Shqipërisë, ku ne pengohemi në çdo të drejtë që nga një kushtetuta. Kërkesat për ngritjen e komisioneve hetimore duhet të respektojnë disa parime, ka kufizime sa i përket përmbajtjes, pra që ato do të jenë në përputhje me kushtetutën, që komisioni hetimor të mos mbivendoset me pushtetet e tjera, dhe këtu i referohemi pushtetit gjyqësor, dhe që kërkesa të fokusohet në një çështje të veçantë. Dëshira jonë për të miratuar çdo kërkesë që vjen nga opozita është e palimituar. Por duhet që këto kërkesa të vinë në formën që kërkon ligjet e kushtetuta, vendimet e gjykatës kushtetuese. Flamur Noka u përjashtua me 20 ditë nga kuvendi pas përplasjeve në seancën e fundit plenare. Në 3 prill, sekretariati i etikës përjashtoi me 10 ditë nga punimet e kuvendit edhe deputeten tjetër të Partisë Demokratike, Elda Hoti. Sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka, qëlloi me shishe ujë drejt kreut të grupit parlamentar socialist Auland Balla dhe ju drejtua me fjalë kërcënuese do të rrjep si kec. Etika e përjashtoi me 20 ditë, ndërsa Partia Socialiste kishte kërkuar 2 muaj jashtë kuvendit. Ndërkohë, kolegja e tij Elda Hoti mori kartën deputetit socialistes Bora Muzhaqi për të ndërprerë fjalën, teksa opozita kishte bllokuar foltoren, ndërsa për ta Auland Ballën, i cili siç pretendon PD, ofendoi dhe kërcënoi deputetet demokrate gjatë ndërprerjes së seancave, si dhe për Albana Vokshin, e cila pati një përplasje verbale me Bora Muzhaqin, sekretariati i etikës nuk mori masa. Një portal i ri për punësimin në sektorin publik u prezantua sot nga kryeministri Edi Rama dhe 2 ministret, ajo e ekonomisë dhe administratës publike. Portali unik i vendeve të punës do të funksionojë si një pikë e përbashkët e të gjitha institucioneve publike që do të publikojë aty të gjitha vendet e lira të punës. Për ata që aspirojnë të bashkojnë administratës publike dhe sektorit publik në tërësi, rruga më e lehtë do të jetë përmes një portali unik të krijuar rishtazi puna.gov.al sektori publik. Prezantimin e portalit ku institucionet të ndryshme do të publikojnë vendet e lira të punës e bën 2 ministret, Delina Ibrahimaj dhe Adea Pirdeni.
Çdo entitet i administratës publike është detyruar tashmë që të publikojë të dhënat e veta në portalin puna.gov.al. Dhe janë 180 institucione të cilët kanë filluar të publikojnë të dhënat e veta në këtë portal dhe janë më shumë se 1500 vende të lira pune. Çdo person i interesuar për të punësuar në administrat, do të ketë 7 ditë kohë për të aplikuar. Natyrisht sfida kryesore është sfida antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, një sfidë e cila e vendos administratën publike nga njëra anë në rolin e një punë kërkuesi i cili duhet të jetë konkurrues në treg, që duhet mbajë në këmbë dhe të mbajë gjallë procesin e negociatave. Ndërsa vetë kryeministri Rama e cilësoi këtë portal si një hap më shumë drejt transparencës dhe meritokracisë. Është një hap i rëndësishëm sepse krijon më shumë transparencë, krijon më shumë ndërveprim mes individit në kërkim të një mundësie dhe shtetit. Kryeministri Rama u ndal edhe tek çështja e integrimit evropian në ditën kur grupi i punës për zgjerimin dhe vendet negociuese për antarësim në Këshillin e BE-s u mblodhën për të diskutuar mbi miratimin ose jo të pikave të ndërmjetme për Shqipërinë. Rama kujdeset të theksoj për të disatën herë se nuk ka bllokim të procesit të integrimit. Është një provim kyç, por ama nuk ka absolutisht zero motiv për të folur për bllokim, për pengim. Jemi totalisht sipas agjendës së përcaktuar. Prilli është muaj i diskutimeve intensive, pasi në fund të marsit janë mbledhur të gjitha pyetjet e vendeve anëtare. Pas diskutimeve do të vijë edhe vendimmarrja. Kalimi i kësaj faze, pra miratimi i pikave të ndërmjetme, është kyç për Shqipërinë, pasi do t'i japte rrugë mbylljes së grup kapitujve. Grupi parlamentar i Partisë Socialiste u mblodh në takim në kryesinë e Kuvendit me prezencë edhe të kryeministrit Rama. Diskutimet me dyert të mbyllura mësohet se janë fokusuar fillimisht tek agjenda parlamentare dhe angazhimi i deputetëve në parlament, ndërsa Rama ndër të tjera u kalon porosi deputetëve dhe ministrave të dalin në terren në takimet vazhdueshme me qytetarët, ku ka pohuar se do të jetë edhe vetë prezent. Ky angazhim i socialistëve vjen në kuadër të turit punët për Shqipërinë, që do të zgjasë për 9 javë dhe është konceptuar si një fushat paraprake për zgjedhjet vendore të 2027-s. Edhe pse në mbledhjen e grupit parlamentar, siç mësohet, Rama u ka kërkuar t'i kushtojnë vëmendje edhe procesit të zgjedhjeve të brendshme në parti. Ndërtimi mbetet me risk për pastrimin e parave, por nuk duhet të kriminalizojmë gjithë sektorin, ju përgjigj opozitës kreu i Agjencisë së Inteligjencës Financiare në Komisionin e Çështjeve të Brendshme Ervin Koçi. Pasuritë e paluajtshme janë promotori i zhvillimit ekonomik të vendit, thaj. Pastrimi i parave të krimit në sektorin e ndërtimit dominoi diskutimet e deputetëve të Komisionit për Çështjet e Brendshme, ku miratua projekt ligji për parandalimin e pastrimit parave dhe financimit të terrorizmit. Problemi është se sa e flasim për paranë e pisët të krimit që çarkullon lirshëm në Shqipëri, ne kemi një lloj heshtje institucionale të gjerë. Është absolutisht e pa bazuar në analizë, rreziku ekziston si në çdo vend. Aktualisht janë dhënë 107 leje për kulla, 80% janë me parapagim. Ka biznesmen nga më të mëdhenj në botë që të kenë ndërtuar kulla 100 miliona euroshe me parapagim nga vijnë këto para. Por tashmë që ne të kriminalizojmë të gjithë sektorin e ndërtimit, duke thënë që 107 kullat, kjo besoj që nuk është që ndihmon edhe në një vlerësim real të vendit. Sepse këtu është dhe risku më i madh dhe këtu kam vepruar dhe më shumë organet ligjzbatuese. Mendoj që sektori i ndërtimit është promotor zhvillimit ekonomik të vendit. Rënja e euros në nivele historike lexohet nga opozita si një tjetër tregues se në vend qarkullon para informale. Ulja e euros është 95.3 lek, është rekord historik. Logjika e vetme është qarkullimi në masë i saj dhe më duket luks që ne të flasim për ligje antiterrorizmi, ndërkohë që me problemin ton real ne nuk merremi këtu, që është paraja e zezë. Së pari është numri i turistëve. Vetë llogaria që numri i turistëve ka qenë 4-5 milion, sot është 12 milion. Ja rritur emitancat. Kanë qenë 700 milion, janë dyfishuar para 7 vitesh, janë 1.4 miliard euro, 1.5 miliard euro.
Eksportet shqiptare për shkak të zhvillimit të biznesit kanë arritur ndjeshëm duke eksportuar, duke afruar më shumë euro në Shqipëri. E shritur pasuritë e paluajtshme. Në vit janë mbi 5.000 të huaj që blejnë pasuri ose posisin pasuritë paluajtshme. Rritja e çmimit të banesave në Shqipëri sipas kreut të Agjencisë së Inteligjencës Financiare është pasojë e rritjes së kostove të ndërtimit, të ofertës, por edhe kërkesës për banesa në treg, ku veçoi edhe ndikimin e taksave vendore, sipas tij më të lartat në rajon. Koçi veçoi në përgjigjet për deputetët se ka një grup pune që heton me prioritet edhe kriptoasetet, për të cilat po përgatitet një projekt ligj i ri. Një vajzë e vogël 4 vjeçare u sulmua nga një qen pitbull në Vlorë teksa ecte në lungomare me gjyshrit. Për ta shpëtuar ndërhyri një punëtor rrugë dhe një djalë i ri kalimtar aty. E vogla u dërgua me urgjencë në spital dhe u nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale pasi qeni e kafshoi në kokë dhe në qafë. Sejko Veliu ndali punën në rrugë për një moment dhe zgjodhi t'i bëjë një fotografi një vajze të vogël që ecte dorë për dore me gjyshrit. Erdhën të dy gjyshi dhe gjyshen, e i mora unë, hajde bëj një foto gjashit, thashun Sejko. I thashun zotit bëjmë mbretëreshit, thashun. Ka kita. Por sa po kanë bërë disa hapa më tutje në shëtitjen e tyre Buzdetit në Lungomare, një qen i racës pitbull sulmoi vajzën e vogël. I kanë qeni po vite qanë, një të afshu, një të mbërtyr, këtu të koka. Fati deshi që ai të shihte situatën dhe të ndërhynte pavonesë për ta shpëtuar fëmijën nga qeni agresiv, bashkë me një tjetër të ri, edhe ai kalimtari rastësishëm. E pash unë, u vesh në sytë, një të kapur, qenin e lidha 4 herë me zinxhir, shukrut në atyre, e lidha të shtyllat. Se çupa nuk që vdekura, fati që vajta unë, dhe pash që thashun çapati kështu. Qeni rrugës Allah, ku di unë madhe shundani, qeni rrugës, ka pitbullët e mëdhenj. Ne punojmë këtu ora. E tani, kjo ishte rastësi. Qytetarët e tjerë lajmëruan policin dhe ambulancën. Fëmia u transportua në spital me plag në kokë dhe ju nënshtrua një ndërhyrje kirurgjikale. Ishim duke shkuar në shtëpi, e nxora xhiro nga deti, po i kepër në shtëpi, she një qen atje rrugaç me një zinxhir. Iku këtej, pastaj u kthye, erdhi këtej. Pa erdhi qeni, unë e kisha vajzën për dore. Raportimet për ngjarjen janë ende paraprake, por mësohet se deri më tani nuk janë identifikuar pronar të pitbullit, për të cilin disa banorë të zonës shprehen se ka disa ditë që e shohin në rrugë. Dyshimet janë se ai mund të jetë braktisur dhe pritet ndërhyrja e veterinerit për largimin e qenit. Një 24 vjeçar humbi jetën në një aksident tragjik rreth orës 3 të mëngjesit tek mbikalimi i Novoselës. I riu me banim në Fier humbi kontrollin mbi drejtimin e automjetit, i cili më pas përfundoi jashtë rrugës i shkatruar totalisht. 24 vjeçari Albi Hoxha udhëtonte në autostradën në Vlorë-Fier në drejtim të fshatit Akërni. Makina është përplasur fillimisht me barierat mbrojtëse anësore dhe mëtej ka dalë rreth 30 metra nga rruga. Shoferi Albi Hoxha humbi jetën menjëherë dhe trupi i tij u dërgua në morg. Këto janë pamjet e momentit të aksidentit ku, me sa kuptohet, mjeti ka qenë me shpejtësi të lartë. Një histori për vlerën e nderit dhe fjalës së dhënë që trajton një ndër virtytet më të thella të shqiptarëve. Nderi i regjisorit malazez Nikola Vukčević vjen edhe në kinemat shqiptare. Filmi është kandidatura zyrtare e Malit të Zi për çmimet Oscar në edicionin e 98 dhe ka fituar deri më tani 20 çmime ndërkombëtare. Historia e nderit dhe e besës shqiptare vjen në kinema për publiku në Tiranë. Filmi Nderi, me regji të Nikola Vukčević, do të vi premier mbrëmjen e së mërkurës, duke sjellë një rrëfim të fuqishëm nga lufta e dytë botërore dhe një histori që lidh kulturat në Ballkan. I bazuar në ngjarje reale, filmi rrëfen historinë e një fëmije ortodoks malazez, që duke ikur nga forcat fashiste, gjen stre në familjen e një shqiptari musliman
në trevën e Gucis. Krye familjari, Nuredin Doka, përballet me një zgjedhje dramatike, të dorëzoj fëmijën apo ta mbrojë atë në emër të besës shqiptare, duke rrezikuar jetën e gjithë familjes. Është një histori për njerëzillëkun në kohë lufte. Nuredin Doka rrezikon gjithçka për të mbrojtur një fëmijë të panjohur për shkak të kodit të nderit. Besoj se kjo histori i bën krenar shqiptarët dhe mund të vlerësohet shumë edhe këtu në Shqipëri. Projekti filmik sjell një kast të njohur aktorësh shqiptar, me Don Rizvanolli në rolin kryesor, si dhe Alban Ukaj, Xhejlan Tërbunja dhe Selman Yusufi. Kemi privilegjin e madh të punojmë me disa aktorë të shkëlqyer që flasin shqip. Kemi edhe fëmijë që flasin shqip në role shumë të rëndësishme në këtë film. Gjua që flitet në film është shqipja e Malit të Zi. Në Shqipëri do të jetë shumë egzotike të dëgjosh gjuhën tënde të vjetër. Nderi, me titull origjinal Obraz, është kandidatura zyrtare e Malit të Zi për Oscar në edicionin e 98 dhe ka fituar 20 çmime ndërkombëtare në mbi 30 festivale, duke u vlerësuar si një ndër prodhimet më të rëndësishme të kinemas së këtij vendi. Është një nder i veçantë për ne që në kuadër të 20 vjetorit të pavarësisë së Malit të Zi, pikërisht këtu në Tiranë para publikut shqiptar shfaqet filmi premier Nderi. Më herët, projekti ka gjetur mbështetje në Balkan Film Market në Tiranë, ku është bërë i njohur për publikun shqiptar që nga fazat e tij të hershme të realizimit. Nderi ka pasur sukses të madh edhe në Mal të Zi, me mbi 20.000 bileta të shitura. Filmi do të vijojë të shfaqet për publikun në Tiranë, ndërsa më tej do të shkojë sërish në Beograd dhe në Podgoricë. Në ambientet e bibliotekës Vexhi Buharaja në Berat u promovua libri Memoria shqiptare e autores Tatjana Dishnica, botimi përmbledh kërkime në institucionet bujqësore në vend. Pas viteve të gjata kërkimore, profesoresha Tatjana Dishnica, një eksperte e njohur e bujqësisë, vjen me librin Memoria shqiptare. Botimi është ndërtuar mbi qindra dokumente arkivore dhe përvojën e gjatë autores në universitet, në të ndërthuren rrëfimi historik me analizën duke sjell evolucionin e institucioneve kërkimore. Të ruajmë kujtesën tonë, memorien tonë institucionale, ta ruajmë, ta vlerësojmë, ta kritikojmë, por mos e humbim. Synimi është që ky botim të shërbejë si referencë për studiuesit, pedagogët dhe politikbërësit në fushën e bujqësisë. Pa diskutim është një bujqësi që nuk i jepet aq sa i takon, dhe në përqindjen që e jep në GDP dhe në buxhetin që i alokohet, por sigurisht hapa po bëhen të ngadalta, por megjithatë problemet në bujqësi janë jashtëzakonisht të mëdha. Tatjana Dishnica është pedagoge në Universitetin Bujqësor dhe vijon të kontribuojë në zhvillimin e këtij sektori. Kemi mbritur në fund të këtij edicioni lajme, unë ju falenderoj për vëmendjen, bashkë mirupafshim.